duhet thënë që edhe me ndryshimin e kohërave këto probleme duket se thellohen. Normalisht interneti dhe gjitha me radhë, si mos trim t'i përmendim, dhe besoj që është shumë aktuale, është shkuar shumë kohë, është shkuar disa vite më parë, por mbetet akoma aktuale. Edhe besoj që do të jetë akoma më aktuale në vitet në vijim që do të vihen. Është normalisht një kohë për reflektim, është një kohë që i flet të gjithë njerëzve, secili prej nesh mund të ketë në një kohë ose në një moment të gëndir veten, mund të themi ose si Nikolasi, ose si njerëz të cilët përballen me të. Dhe në të dy anët e medaljes shikojmë që duhet që nga ana e të tjerëve mundohen që realisht të kuptojnë problemin e tij. Ndërsa nga ana e Nikolasit nuk e di në fakt sa do duhet nga ana e Nikolasit, sepse ai mundohet në të gjitha pjesët. Po këtë mund të them që njerëzit e tjerë e di që është shumë e vështirë, sepse pam edhe tek secili nga personazhet që mundohet pafund. Sofia, Pieri, Ana mundohen, po është kaq e vështirë që realisht të kuptosh thelbin e mendimeve të tij. Edhe thjesht mund t'i them njerëzve që mundohuni që t'i jepni peshë komunikimit dhe kuptimit me njëri tjetrin.